Përshëndetje dhe mirë se erdhët përsëri në një video të re në kanalin ton. Kemi vetëm Po, kemi marrë në dyqan. Kemi vetëm 2 minuta kohë. Në fakt duhet të ndes makinën. Dhe mo Chelsea mamit lutem të ngrohet makina. Thank you. Ne, siç e shikoni, do ikim në Çerdhe. Thank you. Dhe ka. Dita është me shi, ekstremisht e shëmtuar. Aq po më flie i gjumë. Aq doja ta mbaja loganin, po s'flok. Ky si Albani, zgjohen 106, o zoti mat. Ndërsa mua po të më lësh deri 11 flokëzojmë. Po çdo që jam vetëm unë kështu. Tashti, kemi një mësuese të loganit që do iki nga puna. Më duket se do dali në pension, nuk jam e sigurt, po që nuk do jetë më, nuk do punoj më aty. Dhe po mendoja, kam këtë unazën nga Julia, që është kjo me zemër, një lloj si kjo që kam unë në gisht. Shumë e bukur, që e pata marr, të tregoj çupave. Që e pata marr një herë gabim, o dia, no. E pata marr një herë gabimun këtë ngatrova masën edhe Julia mi risolli përsëri. Atë që ishte me kokën e Luanit, ja thash babit. Ndërsa këtë me zemër që është shumë e bukur. Më kishte ngelur në shtëpi këtu e sa muaj. Shikoni, është yll. E larë në flori, njëra anë perl, njëra anë gur. Dhe thash, base do t'i bëj asaj, me që nëse unë e kisha kot aty, t'ja jepja mësuesës. Tash i halli është a do t'i bëj, a nuk do t'i bëj. Po i bëri mirë, do t'i them ta gëzosh. Po nuk i bëri, ç'a t'i them? Mos u put. Do ta fusim këtu te kjo, do t'a japim mësuesës. Këtu. Jo, se e bën ti qelbur tash. Edhe nuk e di, do t'i them, mere provoj i qik të, po i bëri, do t'i them ta gëzoj, po si bëri... Do t'i them që... E kam dhurat, si që është e vërteta që e kam dhurat, edhe nuk më bën, mendova se do të bënte ty, po pas të bëri as ty, mbaja ti jepja dhurat në njërit, se... Kjo do ketë më shumë shanse që të ketë një person që t'i bëj në shtëpi, se sa unë që s'kam, mos hap. Okej, tani do iki që të mos vënohemi edhe do t'ju them më vonë se çfarë do ndodhi. Durata! E tregove? Do t'ja japësh mësuesës? Shpresojmë shumë që t'i bëj, se kam shumë qef që t'ja jap. Dhe ta mbaj, domethënë, jo t'ja jap kot. Okej, ikim se nuk kemi kohë. Çojmë të në radio. Ikim se nuk kemi kohë. Bye. Bye. Ku është babi? Babi ku është? Te puna? U qua, u ngrit në këmbë të krevati vet, hapi perden, pa që s'ishte makina Albanit, dadi, puna. Sa po erdha në shtëpi e dhash, e provojte ky gishti i unazës, i rinte një çikës i gjerë, e provojte gishti tjetër, i bënte fiks, nuk e di çfarë rastësie, edhe normalisht që i pëlqeu, ju bë qefi, e thank you, e më përqafoi e gjëra të tilla, edhe mua më bë shumë qefi që i bëri, edhe i pëlqeu, se ishte shumë unazë e bukur, ju e tregova domethënë si kjo. Edhe mua më pëlqen shumë, po meqense po rinte kot aty, pse të mos e dhuroja dikujt që mund t'i hyjë në punë, se sa ta mbajte rafti im kot. Dhe kështu, sa po erdha në shtëpi, kam veshur këtë xhaketën që kam marrë dikur nga Shein dhe poshtë kam veshur këtë bluzën që ja tregova para 1-2 videosh më duket. Po kjo xhaketa është shumë e bukur, më pëlqen. Edhe shumë e ngrohtë, e vesha dhe dje. Dje ishte ditë e diel, neve dolëm për të pirë një kafe. Të shtunë të diel fundjava ka bërë fantastike, shumë ngrohtë, shumë bukur. Nuk e mbaj mend të shtunën dolëm apo jo, po të dielën dje dolëm edhe vesha këtë, më mbante val. Ose më saktë e vesha dhe gjysmën e rrugës e mbajta në dorë se ishte shumë ngrohtë. Tani do ha. Edhe do vazhdoj me ditën. Hangra mëngjesin, piva kafe, bëra çunave një boroni, sepse është gjëja që të dy e ka shumë qejf, sidomos Logan. Mund të themi që është gjella e vetme që po më ha për momentin. E bëra edhe përpara një 10 ditësh prap. Edhe hëngri 3 tasa. Kështu që thash okej, meqense kisha spinaq, oriz dhe të gjitha gjërat, bëra një për ata. Unë nuk e preferoj, nuk e di pse.
Në fakt kohët e fundit unë as po ha gjella fare, ngela duke ngrënë ushqime të thata, gjëra furre, gjëra të skuqura, nejse, temë tjetër kjo. Po iki pak tek B&M, sepse ka shumë gjëra të bukura. Kam parë gjitha të gjëra të bukura që kanë nxjerr edhe dua të blej ndonjë gjë të re. Jo se kam nevojë, po sepse dua të blej. Është mani që unë të kem të gjithë pjatat e nevojshme, e mundshme, të gjithë gotat e mundshme, të gjithë filxhanët e mundshëm. Nuk e di arsyen pse. Do thoni ju i përdore, lëre, gjysma atyre nuk janë përdorur kurrë, ose jo gjysma, po 80% e atyre që kam janë akoma të pahapura, nuk janë përdorur kurrë, sepse në trurin tim, kur të vetë tek shtëpia e re, do kem një kënd ku do t'i vendos të gjitha edhe çdo ditë do përdorna një. Po tani po i përdor atë kjo shtëpia këtu, harxohen, konsumohen, prishen, nuk e di se çfarë ndodh dhe për këtë arsye nuk i përdor dot. Nuk e di, thjesht do atiki dhe të shikoj ndonjë gjë të bukur se çfarë ka nxjerr BM-i. Kam në 2 drejtime të ndryshme. Këtej nga do marr edhe çunin. E kam shumë afër me çerdhen, po nuk kam kur parkoj, duhet shkoj të parkoj makinën te çerdhja, pastaj të kthej mbrapsht të shkoj te BM-i, kështu që nuk po e bëj sot të gjë. Po kam një tjetër këtu sa dal te rrugica ime, do iki 5 minuta te ky, pastaj do shkoj direkt marr çunin, se u nisa tani domethënë në këtë orë që është afër orës për të marr Loganin Kastile. Edhe do t'ju tregoj pastaj se çfarë do marr, nëse do marr gjë. Isha përpara ca ditësh, ose më saktë përpara një jave isha, mora ca gjëra, do t'u tregoj çfarë mbaj mend, se edhe nuk i mbaj mend të gjitha çfarë bleva, po do t'u tregoj një dy gjëra të lezetshme që mora pas pak. Ky rafti këtu është i mbushur gjithi me trëndafila. Në qoftë se do kisha garden timin personal, do ta kisha mbushur plot me trëndafila, shikoni sa të bukur. Të verdh, ky këtu në ngjyrë shumë roz të çelët, këta të tjerët pak më të errët, shumë të bukur. Si ky i kuqi që kemi pasur në Shqipëri, domethënë kemi akoma, që është i vogël, edhe mbushet shumë. Ky rozi fantastik, edhe si ky kemi pas, nuk e di nëse ka mami akoma apo jo, shumë të bukur. Po që do që nuk kam një garden timin ku ta mbjell, edhe këto si në ngjyrë portokalli, fantastik. Po do kisha shtëpinë time, do kisha mbjell jashtë vetëm me trëndafila nga të gjitha ngjyrat. Ky është një ndër këndet e mi të preferuar. Shikoni sa gjëra të bukura, edhe unë që vdes për ngjyra. Pas kanë sjell këta të rinjt. Po që nuk më nevojiten sepse kam goxha qirinj. Edhe këtyre ju pas kanë ikur lulet, si ai imi. Mua mi ka hequr Logan, po nejse. Këto që nga shumë të bukura. Po nuk e di nëse më nevojiten apo jo. Ti marr apo jo? Thank you, mos on every cost. Okay, sorry, edhe ti sorry. Okay, thank you, që më the sorry. Hajde me mami që kënë që kam lërë të dyqani. Hajde, spirito. Derdhi makinat edhe unë e vriko, se po thoshte sorry dhe donte që unë t'isha shumë e sigur që t'gjoha. Po, boroni me spinaj dhe me oris për ty dhe me limon të tash për pak. Po, shiko, si që tash vajta të dyqani shpejt e shpejt dhe mora këto të treja që ua tregova një qikës. Wait, prit. Daisy Bloom. Daisy, thuaj Daisy. Jo Gigi, Daisy. Okej, 3 pound të treja, ule që të dorën, po janë shumë të bukura. Kjo, shiko, wow, flower. Kjo në ngjyrë si pjeshk, t'ja tregojmë çupave? Shumë të bukur, kujdes të lutem. Kjo në ngjyrë lejla, shumë lejla të ëmbël. Edhe kjo tjetra në ngjyrë të bardhë. 3. Tani këto të treja vinë edhe në pjata të cekta, por të mëdha. Më duket se vinë dhe në pjata të vogla, më duket se vinë edhe tas, dhe unë do t'i blej të gjitha, po t'i blej të gjitha do argjonja 50 pound veç me këto, me këtë setin e këtyre. Edhe i mora këto të tre se ishin shumë ngjyra të bukura, t'i shikoni edhe një herë si ngjyra. Shumë yll këto. Mora, o zot sa të bukur këtoja. Mora 2 të tilla. Është pjatë e madhe. Shikoni dorën time? Nuk është nga ato të vogla, po është e madhe e plot.
edhe me këtë limoni, shumë e bukur. Ka këtë rrethin e verdh këtu dhe këtë rrethin ngjyrë bojqelli. Okej, ashtu të nisu. Po thoja rrethin ngjyrë bojqelli nga jashtë edhe këtë shumë të bukur të brendshmin të verdh. Juve e dini që unë vdes për pjata 1, për të verdh 2, për limon 3, edhe kjo ishte të treja në 1, kështu që urdhëroj. Mora 2, që të mos pendohesha pastaj të thoja pse mora 2. Nga 3.50. 1. Qa keo? Loga qa ke? O, tashi, mos u dha sto. I është shtrëmbruar qika i astë ku i këndit, i ka vajtur së prapthi. A thua nuk i hef në toka i për ditë ato, tani a bën auq edhe do në tim. Nga 3.50 kushtuan këto, do me thënë 7 në total, dhe 3 kushtuan këto 10 në total, dhe pastaj mora 5 pound, 3 panorama. Hajde. Hajde mëra, hajde, se s'të beson njeri tani, mos qajko. Ka puthi mami. Mora këto... Më thonë një mada, që të gjiroj me loka një shpi, apo jo? Urdra, po t'i japin gjatë tyje. Be gentle, okej? Me kujdes, shumë kujdes. 3 të tilla kushtonin 5 pound. 2. Janë size A4, do me thënë 21 me 29 cm. Dua të heq 3 panoramat e mëdha që kanë 3, që kam të këndi dhe dua të vendos disa të vogla. Kam përshtypjen që do më duaj edhe një treshe tjetër, por mora një herë këto që t'i shikoj, sepse jo të gjitha ato printet që dua të vendos në kornizë, jo të gjitha i kam në këtë përmas, ka dhe që i kam më të vogla, kështu që do më duhet ndoshta një mas. Kush është më e vogël? Sa A4? Më duket se A3 është më e madhe, po nuk e di për masat. Do më duhet ajo që është 15 me... Nuk e di, për masa më e vogël, që mos bëjmë çorape dhe unë tani, se nuk e di gjithë për masat e panoramave. Por do shikoj se çfarë printesh do vendos, në rast se do më duhet do blej tjera. Dhe mësuesja që do iki, i ka bërë bebave të gjithve nga një dhurat. It's lovely to watch you grow. Është shumë lovely, shumë bukur, shumë kënaqësi t'ju shohësh juve të rriteni. Dhe këtu ka një lule dielli, far lule dielli, dhe brenda ka far lule dielli. O Logan, qa do aty? Ky ka hapur bufen, më çmend jo perëndi qa fëmije. Shumë lezetshme, këtu është mbi emri i saj, prandaj po e mbyll. Edhe siç thash, brenda janë ca fara të zeza që i ka vendosur ajo për bebat. Domethënë këta nuk të bëjnë dhurata me vlerë monetare shumë të madhe, po këta të bëjnë diçka shumë të lezetshme që ty të bëjnë qeshësh, siç më bëri kjo mua. Ka mundësi ta mbyllësh që çika të bufetit, zotri? Do ham gjell, hajde. Ka jo belaja mua me këta. Po, e disa i prapë është bërë, nuk e keni ide, mëre qanë kot. Rri robi duke ndenjur qanë, se për qaj qanë, se marrëvesh. Po, këta ishin shumë cute, po sidomos, pjatat. Okej, tashti, ti laj, edhe ti qoj në përvënde. Sa vash duhet të ushej edhe nonën, që më mëri këtu. Laj mami fytyrën të paren? Si no, ashtu do rish qekur. Hoy pienso en qué pasó y cómo me afectó las horas que pasé en aquel bus. Kjo të ngrej mami që të flasë qupave, ha? Këtu. Çfarë bëj thua, do han buk? Ishte të bebat? Apu. The arm. Anana.
Mam. Mam. I da fasa çupat. Mami. Yummy. Yummy in my tummy. No. E po nuk do shmoll tani. Tani do... Out. Auç, mos pe auç kot. Prit. Prit. Kujdes, të lutem mos më idh kamerën se ma thyen. Në dorë. Jo, se do ta thyesh. Pa thaj pak çupave si kalove sot ti? Oh no. What happened? Oh no. Out. Please. E për të lava, më stoj piskot. Këta me qare ke bërë pis. O, dia. Kështu e thoti? Thë qëpave u bëraj pastër. Cicu bërë. Ok, mbyllë tani mos ka më kush memorian këtë të lutem. Fe paqim flasim më vonë. Da bukë do flegjum, thuaj se vajti vonë. Bye bye. Të flesh, mos më shikosh tu. Do bësh nani nani? Apu. Jo, po do flesh njerë, nuk do është apull. Kur zërë do është apull dhe banana. Oj. Ojq. Asë se bëj. Oj. Qike? Bye. Mirë, më njësi nga dita tjetër. Qova, bebushin tim të bukur në qerde. Edhe I thamë mësuesja, o zotë të mirë që vjen, nuk ka kompliment më të mirë, më të bukur, se sa të thoj tjetëri vjen nërë të mirë. Ka ishtë dua. Nese, e qova, I ka deri diku, pastaj I ka deri diku tjetër, vajtët e azda. Mbrëm në darë më fiksua për bake rolls. Po, aq keq më fiksua për bake rolls, vdiqa, dhe jo nuk jam shtatzan. Edhe vajti Albanit e kjo azda që kemi këtu, po kjo është e vogël, nuk është nga ato superstore të mëdha, se dëshmëra o zot. Edhe s'kishte, pastaj kishim vajtur, kishim kontrolluar në shumë dyqane rreth e përqar. Dhe më kishin gjetur ca pëtëtina Lay's, këto. Me lajm, me hudhër edhe me këtë specin djegës. Po jo djegë, se këto ishin farmak. Mori 2 të tilla, njëja dhash me vetëm punë, njëja hapëm, ku hahet kjo. Hahet ti dhash nesër në punë, me qenë se I ble dhe kash. Edhe ai e di shumë që unë nuk I haku spicy, po e pa Lay's edhe e bleu se e di që unë vdes për Lay's. Edhe është kështu. Pu të ngella ju. Vajta unë sot, jo për bake roll, se Albani pa dje dhe nuk ishte, po thash do parkoj makinën, se isha direkt nga qerdja, parkova makinën që të mos vjen shtëpi e t'i kje prap. Parkova makinën të azda, dhe u futa, se thash ka kamera, të futem mirë në dyqan, mos merr gjob kot. Dhe pash këtë. Shumë cute, shikoni sa I bukur, me zemra të kuqe edhe roz. Unë kam një tjetër që e kam me zemër komplet të kuqe, jo roz, edhe më duket se këtë vijen këtu lart e ka të kuqe ai dhe dorezën kuqe mos gaboj, po ky ishte me vija roz edhe kushtonte vetëm 3 pound, thash okay, pa e marr 3 pound, se zakonisht këta janë më të shtrenjtë se 3 pound, nuk janë 3 pound. Edhe më atë rast tash po dal nga dyqani me I faturë, se do lija makinën atje. Dhe shkova tek ai xhaxhi që shet copa dhe bleva këtë, që është një kështu, si tip, e shikoni, si pambuk, I trash, bleva 2 metra rëdil, edhe është kaq shumë, se do qepim, me marrë seriozisht. Kam 10 ditë që them do qepim, po s'po qep. S'po qep mundësin që të bëjmë më për para. Nuk e keni ide se I kënë këta, kam edhe thonjt për t'i bërë, shikoni sa kanë dalë. Janë bërë skandalose. Shikoni. Duhet patjetër t'i bëj, se dhe do më thyen edhe janë rritur shumë dhe si kam shumë komod, po duan kohën e tyre dhe këto. Do më thënë, kur shkoni të bëni thonjt, doni një 2 orë të mirë. Imagjinohu që I bëj vetë dua 8 orë. Jo 8 se egzagerojnë, po dua shumë orë. Prandaj nuk po gjej mundësinë, se t'ulesh të qepësh, do t'i kesh bërë gjitha punët, gatimin,
edhe ti kesh gjërat në terezi, e t'ullesh me atë qetësinë tënde, të qepësh. Po këtë qetësinë se kam, me loganin nëpër këmbë, au iu, leqisht që qa ka grinden. Biro zot. Por, tani, do ha bukë, se po vdes për bukë, për jashtë është bërë një iftot, ore mu fan veshët, isha te ka i gjagji copave, bashkë me 2 të moshuar, ata ishin qift, se të lezetshëm, 8 moshuarit janë plesja shumë mirë për zotin. Janë shumë fanin, shumë lezetshëm. Edhe po diskuton njëri me tjetrin që ku është ai, pse s'po vjen, hajde do vem do pim kafe, i tha burri, mos presim turën të ftohtë. E filluan po bënin muhabet, sa flokë të bukur ke, sa të bukura i ke kapsat, ambani thash se dua t'i presi, i kam shumë të gjatë flokët edhe duhen mbajtur. Oh no, mos i pri! Ai burri që ishte komplet i thinjur, kur isha unë i ri, i kisha flokët të zeza, e të gjata, e mban mend ti thoshte gruas. Edhe unë që kapelën i kishte komplet thinjur edhe shumë pak i kishin mbetur shkretit, kjo pjesa lart i kishte rënë komplet. Po bëni muhabet me ata, pastaj erdhi ai xhaxhi, ata blen të tyre, unë bleva time, nika me vrap se thash po vete ora e parkimit, mos merr gjop parkim. Se veç burri merr gjoba në parkim. Nëse do ha bukë tani se po vdes, flasim fort. No entiendo bien por qué mi abuelo distraído se bajó sin mí. Yo seguí. Acapulco no era un lugar para una niña de mi edad. Con solo 4 años enfrenté la soledad. Del bus te vi pasar y la calle caminar. Y a pesar del miedo que me dio, no pude ni llorar. Përgatita si që pat një sanduiç me majonez, tuna, ose peshk ton, misra edhe salat. Kisha kohë pa e bërë këtë, nuk e di pse, edhe i kisha të gjitha në frigorifer. Herën e fundit madje bleva peshkun, që ta bëja, po kisha harruar. So yummy! Në sfond është një këngë që kam vendosur tek një vlog të mëparshëm. Isha duke dëgjuar një emision, ndërkohë që bëja këtë, mbaroja ai, filloja ajo. Anyway, tani do ha. Nëse dëshironi ta bëni dhe juve, është diçka shumë e mirë. Edhe mjafton vetëm kaq një sanduiç, mos bëni 2, është shumë. Okej. Flasim më vonë. Ç'do ha? Çu po të shikojnë, këtu do të shikojnë. Ashtu foli këtu.